Erdis Dibra është një ish arbitër i kolegjumit të Shkodrës, por edhe i kolegjumit shqiptar, por që prej disa vitesh ka zgjedhur Italinë për të jetuar atje dhe për të punuar, por pjesë dhe sekretari i përgjithshëm i klubit të Vllaznia Elit në Milano. I kënaqur për aktivizimin, për pozicionin që keni edhe për temisorë sot në Shkodër? Po, normalisht realizu me një anër që për ne është një gjatë shumë e madhe me lujtë në Lorë Buriqi kundër Vllaznisë të Shkodrës, dhe me thanë emocione pa fondë përjetume, dhe me thanë ishte një kënaqësi e papame. Falenderoj me Alban Xhaferin, misterin Edi Martini dhe Benar Xhekën, presidentin tonë për mundësinë që na dha. Ju një lindur dhe rritur me ambientin Kuçi Blu, po çfarë keni thënë shokëve dhe miqve tuaj kur u nisët për në Shkodër? I keni folur për traditën, për vlerat e Shkodrës dhe të Vllaznisë? Qysh momentin që është konfirmu në esha miqësore, unë i kam folë dhe me thanë pa fond kur kena ba trajnimet, mledhjet, dhe me thanë i kam folë pa fond për Shkodrën, për historinë e Vllaznisë, edhe ata dhe me thanë ishin shumë të emocionum qysh momentin që tu e ditë se me kanë me lujtë edhe lojtarë që kanë me lujtë, si Bekim Bala, Gurishta, Krymi, dhe me thanë lojtarë me pesh, dhe me thanë ata kanë përjetu dhe me thanë shumë emocione, dhe me thanë, edhe janë jashtëzakonisht shumë të kënaqur. Një kujtim i bukur, padyshim historik për shumë prej pjesëtarëve të skuadrës tuaj që kanë shkelur dhe kanë luajtur në këtë stadium. Absolutisht janë shumë të kënaqur, na falenderojnë edhe ka me mresa shumë gjata, si për futbollistat, për stafin e për krejt ne. Gjatë transmetimit të ndeshjes, babai juaj, Edmond Dibra, është shumë i pasionuar pas ndeshjes, por tifozëve Vllaznia Elit duket keni bërë efektin e duhur tek mondi. Po normalisht se ne kena ëndra dhe me thanë është pak të shfrenume, por që kur nuk mund të thëmë ja, sepse objektivi jonë është më arrit në Serie D, pse jo. Ju vjen keq që u shkëputet nga arbitrimi në Shqipëri? Po, keq më vjen, kam provu edhe në Itali, por që mundësia që më është dhanë pranë Vllaznisë Elit, normalisht që si çdo shkodran e pranon edhe e ban me një emocion edhe me pasion, mos bëhet fjalë. Si sekretari i përgjithshëm i klubit Vllaznia Elit, janë raportet me presidentin Benar Xhekaj? Absolutisht janë shumë të mira, është i gjillshëm për çdo gjë, është dhe me thënë një president i vërtet, me thënë. Objektivat për sezonin e ardhshëm? Absolutisht është që të njësim kategorinë, të shkojmë në promocione, të shohim më përpara. Jena dhe me thënë çdo ditë punojmë shumë fuqishëm, afro lojtar cilësor, me misterin, me drejtorin sportive, punojmë çdo ditë shumë fort që të bëjmë diçka, ta njësim emrin Vllaznisë sa më lart edhe për te Adriatikut. Sukses Erdis. Shumë faleminderit.